Kthehemi në studio me pjesën e dytë kontaktuese, ku ju si gjithmonë bëni pyetjet tuaja për temën rreth temës apo për gjithçka që ju intereson për dhe rreth Islamit. Zyrtarisht jemi këtu deri në 9:30, sipas nevojës edhe më shumë. Pyetjet tuaja i bëni në numrin +383 45 471 848 deri në numër ose edhe në Viber e WhatsApp. Kurse tek rubrika dërgo mesazh na shkruani gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë javës, ne bëjmë përmbledhjen e pyetjeve dhe ato së bashku i lexojmë dhe komenton e u përgjigjet hoxha i nderuar. Telefonatat kanë përparësi në rastin kur nuk jemi duke dhënë përgjigje, përderisa hoxha do të dhënë përgjigje, presim mirëkuptimin tuaj, të qëndroni në linjë ose të na merrni përsëri dhe bëni pyetjen ose pyetjet tuaja. Nëse Regjia thotë se nuk kemi ndonjë telefonat, ende ne nisim me pjesën e rubrikës dërgo mesazh, më shkruani ku gjatë javës na janë dërguar shumë pyetje, do të mundohem të lexojmë sa më shumë prej tyre dhe thjesht të përgjigjemi sa më shumë prej tyre, atyre që mbeten të brendshme kërkojmë hallallahun. Me ngurm një hoxh, po dikush hoxh na përshëndet, juve dhe mua dhe veç do me na e bë me dije që e ka mësuar Allahu më ndihmë me shku numrin këtë herë dhe thotë do t'ju keme edhe në duat e mia për atë që e bëni bashkë, domos si staf, si televizor. Allahu e shpërblet këtë. Allah shpërblet, inshallah shkon mirë, kalon mirë, Allah ja pranon. Një gjë do të më kuptue, është rregull fetar që nuk do të më ngarku njerëzit, sa është bë goxha si zhvillim i ri kështu, apo si modë e re, ku shkojnë njerëzit në umra apo në haxh, njerëzit i obligojnë ata që shkojnë atje, bën dua për mua se jam pranë punësimit që të punësona, bën dua për mua se jam i smur, bën dua për mua se jam pa martuar, bën dua për mua se kam borxhe, bën dua. Allah, nëse dikush lajmërohet sikur ky vllau, edhe thotë do t'ju kem parasysh datë e mia atje, Allah e shpërblet këto. Amona nuk i themi tjetër vetëm se ka loft mirë atje, e shfrytëzoft kohën maksimalisht sepse janë në ditë të shkurtra, ikin shumë shpejt dhe inshallah kthehet mirë e familja e tij. Nëse na kujton datën e tina, Allah e shpërblet. Po edhe nëse s'na kujton kur fa gabimi s'ka bas, kur fa gjëna i s'bën. Kështu që vetëm po e tërheq vërejtjen se për shoh kohët e fundit një, më thon, model i ri që dal te këta që po shkojnë numre, për marrën edhe letrat me veti edhe lapsat edhe për shkojnë emrat, po edhe për që të të para qabës. Po në mendoj që kjo një marketing i lodhët, i panevojshëm, i padobishëm, i pasuksesshëm, se ka të ngjarë që kalon në syfaqsi, do të thonë boca për sy e faqe, që aty po ja dëshmojnë dikuj me letër, që ka kanë nevojë me ma dëshmu dikush, apo bën doa për mua, s'po bën. Po në bësh doa për mua, ke bo për veti, sepse ti lutesh për mua, me lajke thojnë edhe ty të kofta ashtu, e me lajke e pranohet sigurt, lutja, e jotja edhe imi është me një pikë pyetje mrapa pranohet as pranohet. Kështu që kushdo që bën mirë e bën për veten e vet. Edhe këto do me pasi parim një jetë, çka do që të bëjmë? Bëjmë doa për të tjerët, na ja shohim hajrin, na përfitojmë prej saj. Ju japim ndihmë të tjerëve, na përfitojmë prej saj. E këshillojmë dikon, e udhëzojmë dikon në rrugën e Zotit, na përfitojmë prej saj, mas shumti. Kështu që i dëshirojmë këtij vllaut sukses, rrugë të mbarë dhe kthim shëndoshë mirë tek familja e tij. Amen. Mirë që bë sebeb kjo vallënjëftimi më bëu edhe këto sharrime se kemi telefonata me dia kushtrimi, regjia. Alo, urdhëni. Mirëmbrëma, selam aleikum. Mirëmbrëma, aleikum selam. Aleikum selam edhe për juve. Po urdhëni. Kam një dy pyetje rreth namazit salat vitrit, ose namazet vetrës. Unë e fali sikur se falet namazi akşamit në përjashtim rekatin e tretë me një sure. Nuk e di a është kjo mënyra se komunive i xhallarëve të ndryshëm që ka shumë mënyra më falë. Po unë falin këtë mënyrë dhe se di a kon rregull a kon lidh. Edhe pyetja e dytë. A ban ta sërën pyetjen e parë mësisht, salat e vitrin, rekatin e tretë falni me një sure. Pyetja jemi në rregull me këtë mënyrë të falet apo jo? A është kështu? Për dallim prej namazit akşamit, unë çështë mendova.
Ne falin gjatë mënyrën, sikur namazi I akşamit, vetëm se në rekatin e tretë me një sure. Në rregull, e qartë është, pyetjen e dytë lutem. Pyetja e dytë është prap në lidhje me namazin e vitrit, puna e sureve. Prej sureve 10 të punit shkurta, cilat janë më të preferuar prej tyne për me falë këtë namaz. Nuk e di, jo me qartë në pyetje? Po, në rregull, me faleminderit shumë. Edhe nëse ka mundësi një pyetje të shkurt, na gjithmonë namazin farz e përfundoj me 3 herë estagfirullah. A ka mundësi ose a është e pranueshme që edhe namazin sunet me të njëjtën dua për shembull me përfundu namazin e sunetit? Këto ishin 3 pyetjet e mia, Zoti ja u shpërblet. Faleminderit shumë. Në ndërruar qofshit. Po. Tash me në përgjigjet inshallah. Po, Allah shpërblet këtë motën për pyetjet që I bani sa I përket namazit të vitrit. Namazi I vitrit është prej namazeve që dallon nga namazet farze edhe nga namazet sunete, sepse dispozita e namazit të vitrit është vajib. Këto namazet ditore janë farz, ndërsa kjo vajib që të thotë është një shkallë nën farzat. E pas vajibit vjen suneti, që do thotë vitri është ma lartë se suneti e ma poshtë se farzi. Të paktën kështu është në shkollën apo në mëdhëbin Hanefi, që ne mësojmë këtu në vendet tona. Që do të thotë është namaz që nuk lihet. Është namaz që nuk lihet, sepse disa po thojnë masi nuk ka farz pe la. Është namaz që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka lënë as gjatë udhëtimit. Edhe në udhëtim kur ka qenë, pejgamberi alayhi salatu wasallam me ka fal namazin e vitrit. Namazi I vitrit është namaz që falet duke filluar prej pas namazit të yatsis e deri në kohën e syfyrit. Dhe koha, do me thonë një farforme, I ka 3 kohë. Koha e parë mas namazit të yatsis. Për ata që nuk munden me fal ma vonë. Po më mirë se kjo kohë është koha para xhumit. Para se të bësh me fit, merr abdes e fal namazin e vitrit edhe bjen me fit. E më mirë se kjo e dyta edhe se e para është me mujt me u ngrit, me u zgjuar në kohën e syfyrit edhe me fal. Kjo pjesa e fundit e natës, pjesa e tretë e natës është koha më e mirë. E si falet? Namazi I vitrit falet 2 nga 2 e në fund 1. Qysh? Po I fal 2 rekate, jep selam, po duhet ende me fal, I fal edhe 2. Po duhet ende me fal, I fal edhe 2. Po duhet me përfundu e fal vetëm 1. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në fund një rekat. Kjo është mënyra e parë. Edhe këtë mënyrë kanë preferuar një pjesë e madhe e dietarëve islam, edhe kur e kanë pyet nënën e besimtarëve që është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazet vullnetare, ka thënë mesna 2 nga 2. 2 nga 2. Mënyra e dytë, edhe kjo argumentuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është se ka fal disa rekate, 3, 5, 7 me një selam në fund, si ka nda hiq. Vesh një selam e ka dhënë. Do më thonë 3 rekate me një selam, 5 rekate me një selam, 7 rekate me një selam, 9 rekate me një selam, 11 rekate me një selam. Kjo është mënyra e dytë, dhe mënyra e tretë, që tha kjo motra, sikur farzi I akşamit, falen 2 rekate, rrin tehiyat, ngrihesh në kam, në rekatën e tretë, e këndon Fatiha një sure, edhe e bën duan e kunutit. E këto të tretën, shumë dietarë islam kanë thonë, mos e përngjasoni namazin e vitrit me namazin e akşamit. Bëni një dallim. Qysh me bë dallim? Po I fal 2, jep selam plus 1. Ose I fal 3 me një selam. 3 me një selam edhe me një teshahud, me një tehiyat. Do të thotë 3 për një herë shkon.
sido që tjetë të trijat janë të pranuara, të trijat janë në rregull, po e para është me preferuar. E dyta, ke motra pyeti cilat janë surat e preferuara për namazin e vitrit. Pejgamberi s.a.s. në rekatën e parë ka kënduar surën El-A'la, Sabbih isma rabbika El-A'la. Kjo e para. Në rekatën e dytë ka kënduar surën El-Kafirun, në rekatën e tretë ka kënduar surën El-Ikhlas, Qul huwallahu ehad. E kjo motra tha për këtyne 10 të fundit, për 10 të fundit që kjo do me thonë e para të mbetet ty me përzgjedh vetë. Nëse nuk din më shumë se 10 surat e fundit, parën e zgjedh vetë, ndërsa në dytën e këndon Qul ya ayyuhal kafirun, në tretën Qul huwallahu ehad. Pyetja e tretë, a duhet me thonë kur ta falim namazin sunnet, vullnetar, pas namazit astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, jo nuk do të me thonë. Këto në sunete nuk e ka praktikue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Gjigjet e duara nëse jo presëm telefonatën e saj. Thot, ju përshëndes nga Bazeli shumë juve dhe hoxhën dhe krejt stafin, një pyetje që ndoshta po më duket më shqetësuese, po nuk është e tillë. Po lexoj që ka shkruar pyetje, sa është pyetje e bërrisht azi. Thot, këtu te ne jashtë shumë të ri falen me majica e bluza që përveç mbishkrimeve ndodh me pas kryqa, se vinë nga vendet që prodhohen të tilla, por edhe fotografi kafshësh, maca, qenë edhe lojtarësh ndryshëm. Se që të rëmë punë atyre nëse ne falim e pas tyre, thot, po përballë kemi fotot e tilla. Do me pas parasysh të njëne prej besimtarë musliman, se kur falim namaz, jemi duke komunikue një farforme, duke bashkëbisedu me Allahun te bareke ve taala. Dhe në takim me Allahun, paraqitja duhet të jetë mënyrën çka më të mirë, me veshjet më të mira, me aromen më të mirë. Pra në takim me Allahun, kur t'i dalsh Allahut përpara, është fjala në namaz, atëherë t'jemi me gjithçka çka është më e mira. Dhe nuk është më e mira me dalë aty me rroba të leckosura, me dalë aty me zinxhir në për fytyn, në për dorë, në për trupa, ku ta dione, e me dalë me disa këmisha apo majica që kanë aty gjallësa, është ndaluar me pas gjallësa. Është ndaluar me pas gjallësa majica, po është edhe ndaluar me pas aty kryqe. Nëse kanë mbishkrime, nuk du me thonë që është ndaluar. Po mbishkrimet janë të urrejtura sepse hupin përqendrimin edhe për kushtimin e të tjerëve namaz. Se nuk besoj dikush që fillon namazin edhe 4 rekate 100% shikon atje ku bjen sejdë me kokë. Ka një herë ka me shikuar edhe përpara. Kështu që i këshilloj vëllezër të kenë kujdes në radhë të parë ta me rroba të leckosura, të shkyme, pishof disa pantoll të shkym përpara, për mrapa, disa majica qështu, ata le të kenë kujdes, janë të dalë për Allahu te bareke ve taala, e aty për Allahut me dalë si koller, e me dalë si jo serioz, nuk është në rregull. E dyta, kenë kujdes mos dalin me rroba që kanë aty qenje me shpirt, që kanë fotografi të qenjeve me shpirt. Çfarë nuk kupton kjo? Krijesa, për shembull njerëz, apo kafsh, apo shpend, apo insekte që kanë shpirt, nuk ban. E po me pas aty për shembull diellin, apo hanën, apo me pas diçka tjetër që nuk ka shpirt lejohet, po më mirë mos mi pas as ato. Dhe e treta, këta që dalin me rroba me mbishkrime, me jakne, me këmisha, apo me majica që kanë aty firma, reklamojnë aku ta di, edhe këta nuk është e pëlqyer me dalë sepse u humbin koncentrimin atyre që falen mbrapa. E qysh duhet me dalë? Po duhet me dalë në mënyrën më të mirë. Sikur njëri ke pati çka është me rëndësi për shkak të taku një president në shtëpi, shumë punë e madhe jo, ose një kryeminist. Pa më nështi me dalë me çasti rrobash? Bile ka rregulla
në disa vende, edhe pa kravat nuk mundesh me u takua. Pse s'po du me vënu kravatën. Jo du të me vënu, disa vende janë të rregulla stek. Ose du me pas një katllëk, një palë rroba, serioze, pse që ashtu thojnë është ai rregulli, apo bantoni veshjes. E mirë, nëse para njerëzve po dashka me pas kujdes që shpo del, e para Zotit, para Allahu te bareke ve teala. E që ndoshta me çato rroba dhe të zënë vdekja. Ndoshta që është takimi edhe i fundit me Allahun te bareke ve teala. Andaj pra me pas kujdes se çka po veshim kur dalim para Allahut të madhruar. Selam aleikum thot hoxhës dhe juve në studio. Kemi një hall me një familjar të sprovuar. Thotë e cila nuk pranon as të mjekohet, as shkoj te hoxha e as një sen tjetër, por që ka sprovë jashtëzakonisht të madhe, sipas reagimeve të saj ka dhe dhimbta. Por bën edhe lëvizje të pak kontrolluara, si të veprojmë në rastin në fjalë. Nuk po pranon as me ardhë ndonjë hoxh në shtëpi dhe me u marrë me rukje me të. Si pyetja e parë, është 3 pyetje ka bërë. Po përgjigjen ndër këtë se s'mu i mojnë mend me këto krejt. E para se përket këtij apo kësaj të smurës, apo që ka probleme shqetësime se mos të paragjykojmë se nashta nuk është e smurë hiç, po me qenë se s'pranon asnjë prej këtyne në sprove paska, nuk ka nevojë me pyet apo pranon as pranon. E marrin familjarët, se nuk është e gjithfuqishme, e mund me pas forcën e një personi, 2 personave. Ma shumë s'monet me pas e forcë. Edhe e marrin 3-4 persona, e fusin makinë, ose e thrasin ndihmën e shpejt, e raportojnë rastin qendrën e mjekësisë familjare, vinë e marrin ata, e çojnë atje, trajtohet. Nëse mjekësia bashkëkohore e jep fjalën përfundimtare që s'ka zë në aspektin shëndetësor, atëherë është në aspektin shpirtëror më u trajtuar. Pra nëse mjekësia bashkëkohore e jep fjalën se në aspektin shëndetësor, në aspektin mental edhe fizik është shëndoshë mirë, atëherë është kush opsioni i dytë, mjekësia çka profetike edhe trajtohet me Kur'an. S'po pranon, po çka ka nevojë ti me pyet apo pranon as po pranon. Edhe fëmia nuk po pranon me udhëzu herët me nxjes po pesgjojna. Edhe djali i vajzës po pranon me shkon në punë se po pritojnë, me nxjes mu udhëzu herët se ftoft, ka filluar tash sezoni i vjeshtës. Po na spepyezë më do të më shkon në punë. Edhe vet po do të më udhëzue me kry angazhimet. Edhe kur është i smur ndonjëherë për antar familjes, s'po pranon injeksionin, s'po pranon infuzionin, s'po pranon hospitalizimin. Kush po të pyet apo pranon s'po pranon. Kimë ushtrin në spital, ose kimi marr infuzionet, ose kimi marr injeksionet. Kështu që nuk do me lëmë për zgjedhje të personit që ka këto sprova, ai me vendos vet qysh me veprue, por vendosin kush ma të afërmit, ma të dashurit e tij. Pyetja pas ka bëjt me gjendjen e saj, derisa të qetësohet gjendja, ose cilat sure me u lezu që me u bindë ajo për këto veprimet e mësipër me që nuk shkohet me sure, po shkohet e mjeku, mas pare troket derën e mjekësisë njëherë, shikohet atje çka ka, se nështë ka njëri tira probleme, ju mëse ngarkoni tashti edhe me kompleksu njërin edhe me bo sikur të smut, se ndoshta nuk ka në farë smundje rand, e qënë atje njëherë edhe pastaj nëse aty nuk ka sukses, atëherë e ftani dikon që din mirë me lexu Kur'an, edhe që bën leximin e Kur'anit, që bën rukje, edhe aja këndon ato surët, surën El-Fatiha, 5 ajetet e para surës El-Beqare, ajetul Kursi, 2 ajetet e fundit surës El-Beqare, disa pjesë surës Al-Imran, edhe surët e tjera, ajetet e sihrit, ajetet që flasin për ngacmimin e gjinve, surën El-Gjin, fillimin e surës Es-Safat, Kul ya el-kafirun, Kul huwallahu falaq nasin, pastaj doa që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto janë disa që preferohen, por që zgjasin nështë 3-4 minuta deri në orë. A bën të lexojmë Kur'an, e bëjmë dhikr pa shami dhe kur jemi në periudhat tona, dhe llogaritet leximi i Kur'anit nëse atë e bëjmë nga iPad-ja apo vetëm nga libri, si dhe bën të bëjmë dhikr sa herë na bien mend dhe ku do që jemi, kuptohet përveç vendeve jo të hishme për dhikr. Sa i përket leximit Kur'anit dhe dhikrit, do të më qenë me shami pa shami, do të më kuptuar një herë për gjithmonë që kërkush s'ka thonë, e xhallare që kur të bëjë dhikr ose lexon Kur'an do të më pas shami. Kto se ka thonë asnjë hoç. Pra nuk është patjetër, po du me shami, po morë edhe më mirë në shtëpi. Kur fa problemi nuk është.
Tjetra, leximit të Kur'anit edhe dhikrit të me cikel, gjatë kohës kur është me cikel menstrual. Po bën me bo dhikr, kur është motra me cikel menstrual, bën me lexu Kur'an, por jo duke prej Kur'anin. Jo duke prej Kur'anin, po për shembull iPad-i këto, do të thonë telefonat e sene, ndërsa nëse është Kur'ani nuk bën me prek. Kush është gjunub, edhe kush është me cikel menstrual. Edhe dhikër me bo kur do që në bjen mene dhe kur do që jemi, përveç vende përveç dhe me thonë toalet nuk lejohet, në tjera gjendje lejohet me përmen Allah, me bo dhikër Allah. Unë dhe burri kemi se cili veturën e vetë, të cilën e përdorim për punë e qëllime familjare. Po cili e ka për obligim kujdesin ndaj tyre, mbushin me derivate dhe rregullimin e pastrimin e tyre në rast defekti. Asnjë burr nuk e ka për obligim gruas me asiguruar makinën veturën. Kjo është vullnetare, nuk është obligative. Dhe nëse gruaja ka mundësit, i ka kushte për me mbajt makinën, me derivate, me regjistrim, me sigurim, me pastërti, e mban makinën. Nuk i ka kushte, burri nuk obligohet. Nuk i ka obligim as pak. Burri ka obligim me asiguruar transportin, për shembull autobusin, ose trenin, ose metron, ose nëse udhëton udhëtime të gjata, ma ka mundësi me shku me këto që i përmend, atëherë me avion. Qëto ku janë obligative udhëtimet, këto i ka për obligim burri. Amo me ja blej makinën, me ja majt me derivate, me ja pastrue, me bo këto asnjë si ka obligim burri, dhe gruaja nëse don, mundet me i majt i man makinën ato. Po makinën, nëse s'ka mundësi, nuk e mban edhe udhëton me tren apo udhëton shotojnë krejt njerëz të tjerë. Transport publik, po. A bën TV mbast që humbjet e lojëve të futbollit në TV, apo dhe kur luajmë ne, si dhe humbjen me letra, humbesit me pagu me shërbime çaj ose pije, si dhe pagesat të fushës së sportit? Jo. Nuk ka, bast qoftë dhe një kafa, për diçka nuk lejohet. Nuk lejohet me vendos bast ashtu. Nuk kemi telefonat, për çdo rast për përsërisim se numrin +33 45 471 848 në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh, mirpresim pyetjet tuaja. Nëse falim namaze kaza, a duhet të bëjmë dhikr për të dy namazet dreke, ikindi bashkë për shembull, apo mjafton një dhikr për të dyja namazet? Fillimisht duhet me kuptuar që namaz kaza për çef nuk ka. Namaz kaza për çef nuk ka. Ma ka mundësi me bashku të namazet për qef. Jam të flejt, apo jam dikush e lën orën me qëllim që me ik dreka, e dikur kur zgjohet mas ikindi se fal dreke ikindi, kjo s'është në rregull. Mirë po pa dashje të ka zonë gjumi. Edhe kur e zgjuar ka thirrë zonë ikindis. Ama ti se ke pas këtë qëllim. Se Zoti ta din jetën në zemër. Edhe çka? Tash janë bo dy namaze bashkë. Çfarë do të më bëj? Do të më ngrit, me boj kametin, normal, me marr abdes, me boj kametin e fal dreken. Jep selam, thu 3 herë astaghfirullah, Allahumma anta selam, edhe çka, bën i kametin edhe fal ikindin, edhe pastaj në fund të bën dhikr. Pastaj në fund të bën dhikr, një dhikr e bën. Ose namazi i ikindis me të akşamit, a bashkohet jo, nas një rrethans bashkohet. Mi po që të ka zonë gjumi, ose ke harrue, ose runa zot ka ratë fek, ka huve dia. Kur je zgjue, o kon koha ikindis, ti kur je zgjue, ka kalu koha akşamit. Ta shë me bo, merr abdes, e fal akşamin, e fal ikindin, pastaj e fal akşamin. Pse po përmendi kështu? Sepse rënditja duhet të jetë patjetër. Me rëndit namazet. Kështu që edhe njerë për thëmë, mëse hapni këtë derën, namazë e kaza, si për dikush jo, nuk shkojnë shpje falit drejke, ikindi akşam e yatsi. Jo marë vëlla, nuk më nështimi falë kur dushe, që ish dushti. Për qef nuk lejohet kështu. Po dikush të jam notim në regull, notim a shumë let, namazët shkurtohen dhe mund të bashkohen, notim. Po e zomë, udhëton, edhe ke dalë prej shtëpisë tonë, ke shku në aeroport. Me daljen prej qytetit, prej ku të jetën, ti tashije, udhëtar, ty tash, çka? Të ndryshojnë dispozitat. Ti tash e ki dispozitat e udhëtarit. Edhe si udhëtar ki lehtësime. Monesh, po e zom na që jemi në Prishtinë,
në aeroportin e Slatinës, që gjeografikisht është toka në komunën e Lipjanit, edhe pse shumë njerëz mendojnë që të fush Kosovës, aeroporti i ri është në komunën e Lipjanit, tash ti udhëtar, edhe në aeroport të Slatinës, të ka zonë ty koha e drekës. Çka do të më bëj? Më e mirë është para se të hypsh në avion, me rabdes, bën një kametin, e fal drekën 2 rekate, ngrihesh, bën një kamet, e fal ikin 2 rekate dhe udhëton. Edhe pastaj kur të mrishte atje në Zvicra, ku kimë shkutin në Anglia, në Gjermani atje, pastaj atje me rabdes, bën një kametin, e fal akshamin, jep selam, akshamin nuk shkurtohet, falet 3 rekate, edhe ngrihesh e bën një kametin, edhe fal Yatsin 2 rekate. Vetëm se gjatë udhëtimit do të kuptuar të gjitha sunetet që janë, i ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë udhëtimit. Gjatë udhëtimit, prej suneteve ka falkën sunetin e sabahut, edhe sunetet e tjera nuk i ka praktikuar gjatë udhëtimit, edhe e ka falë një namaz tjetër gjatë udhëtimit, namazin e vitrit. Nuk i ka lënë edhe këto gjatë udhëtimit. Pra, ka lehtësime për atë që është udhëtar. Vetëm kalim se përmenda këto. Kemi telefonat. Alo, urdhani. Alo, urdhani. Alo, mirë mbrëma. Edhe juve. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhani. Isha të pjesë vëzën një pyetje. Po, veç urdhno. Si për shembull, unë jam në kohën e namazit të Yatsis ose të akşamit, edhe do të them unë kapon në orar punës, edhe unë jam të vozit me makinë. Edhe momentin që duhet unë të fali, kam abdesin krejt, dësha të piti, a duhet me thënë të alipi këpjen unë e ka osh, apo makina ku e parkiroj ati duhet të fali, edhe për në të rishën, dësha të ati, unë i qesë me thënë gjithmonë këputët, krejkom edhe për e falin makina atine. Namazin. Pse në makinë as bën me dalë për jashtë me parku dikon aty ku janë ato vendet, ato pushimore, për shembull rruga atje kije, gjithkohë nëpër botë, edhe në Kosovë dhe gjithkohë ki pushimore, me u ndal aty anësh, e lën makinën, e nxjerr sejaden mbrapa makinës, kthehesh ka kibla, e fal për 2 minuta akşamin, për 2-3 minuta Yatsin edhe këtë rregull është. Ka herë du me thonë këtu se nuk jena du me thonë pushimore se kjo ku ndodhë në që ati du me thonë e parkiroj makinën dhe ku më bërë që shukën. Dësha për që dësha të interesohen, që mos me lo me mhik du me thonë të më kapje në vazi akşamit edhe i Yatsis du me thonë bashkë. Në rregull. Faleminderit. Ndërruar qofshet, po, natën e mirë. Po, sa i përket pyetjes që bën ky vllau, tha jam në punë, edhe gjatë kohës kur është në punë e zënë, koha e namazit të akşamit edhe të Yatsis. Tash si me vepru që mos me i bë këto bashkë. Do të me pas parasysh çdo herë në planin ditor që kemi, në planifikimin ditor është që namazet me i falë në kohën e tyre të duhur. Këto do me pas qëllim. Nëse ti ke qëllim, nëse ne kemi këtë qëllim, Allah na lehtëson rrugët. Po njeriu nga ne nuk e ka për qëllim, hajtë përse ja bëj dyshysh, s'po më intereson fort. S'preokupohet shumë, pastaj i vështërsohet. I vështërsohet me gjetë kohën edhe vendin. E ti mas je me makinë, duhet ke vozit atje, prej akşamit në Yatsi janë 1 orë 3-4 minuta. Tash ti në qatë kohë për 1 orë dikon ti do të me ndalë, edhe del jashtë, nuk është nefer problemi, gjithkon botësat, edhe në vendet që se musliman hiq, kur farë problemi nuk është me u falë, s'pengon kërkush, edhe e falë veç farzën e akşamit 3 rekate për një 2 minuta, 3 minuta, edhe në rregull është. Nëse je jashtë, mund është me u falë edhe me këpuca, nëse dënë me hjek. A duhet me gjithë kiblen, po pa tjetër, telefonin, e prej këtë programin, kibla, veç e këthen, tak, edhe që aty qysh është telefoni, ka kibla, tash kemi programe, ko gjatë sakta, por mos me thonë shumë sakta që e tregojnë drejtimin e kibles edhe do të me gjetë kiblen, pa tjetër. E po tash, në rrethonat jashtë zakonshme, që nuk mundesh me dorë për makinës, apo je në vend që friksohesh prej kafshëve, prej qenve, apo prej hajnave, je në farë pozicioni malor, edhe me të vërtet, më bëjë sinqer që njëri ka frikë në si farë vendesh me dalë, në këto raste lejohet me falë edhe brenda në makinë.
A do të me kërku kiblen? Po, se ti jenë makinë, po e zomë që kjo karrika. Po tash nëse o kibla qështu, ti kthejesh pak kështu. Nëse është kështu, kthejesh kështu. Do të më mundu pak me u drejtu ka kibla. Ti pak të me u mundu pak me gjetë kibla. Këto janë rrethana të jashtëzakonshme, këto rrallë herë ndodhen. Po, një është me rëndësi që namazi nuk bën të lihet kursesi. Kjo është me rëndësi. Sa bëjmë gjëna, ne që bëjmë operacion hundën e veshët për duken më të mirë dhe mos talli nga smim të tjerëve ndaj nesh. Ndërhyrja në vesh apo në hund pa arsye të justifikueshme nuk është në rregull. Nuk është në rregull, as pak në rregull nuk është. Me rreziku njëri veten, me rreziku shëndetin, me bë harxhime me rament, se këto gjëra janë shpenzim i kotë. Shpenzim këtë fare. Po nëse dikush i ka vesh seksum kështu shumë edhe njerëzit tallën, qeshin me ta, atëherë në ato raste lejohet me ndërhy. Me bo palosje në veshve, me i palos vesh, kështu normal që kemi shumica. Po edhe tek hunda, pse o pak e vogël me rrit, ose pse pak e madhe me shkurtu, nuk është në rregull. Po nëse dikush e ka hundën të theksume, edhe bot objekt talleje, objekt përqeshje, ofendimi, lejohet ndërhyrja. Valla kam unë në rregull, po tash pak po du më të ngushtë, pak po du me zgjenu veç për estetik, nuk është në rregull. Aty preket brenda, preket ashti, ka dhimbje, ka mundime, ka harxime, pse më në vëlla? Po kujt po intereson e ki pak më të madhe, pak më të vogël. Ajo është çështje në takimin e parë i bën dikujt përshtypje. Me përjashtim deformime të mëdha që bien në sy të këto tjerët dhe çka që thash më herët, bash objekt talleje, objekt përqeshje, objekt ofendimi në këto raste, për mos me qenë i ngarkuar, i kompleksuar në këto raste, lejohet intervenimi. Allahu ala. Si mashkull thotë, bën me punu frizer i femrave, sepse ka gati 5 vite që e bëj këtë profesion, edhe pse e kam zënot, po edhe të dorën zemër se ka pare, më shumë se me punu frizer i meshkull. Valla dorën zemër pare ka me punu dhe me diçka tjetër. Edhe me diçka tjetër fiton edhe më shumë, po haram, ajo haram kjo. Normal që është ndaluar me punu atë me femra, prekë femra, prekë fytyrën, prekë çapën, prekë flak, prekë trupin. Ato që zhvijnë femrat aty, po normal që është ndaluar, po ndalohet me komunikue, me bisedue me femrat huja, e me jadhon dorën femrat huja, po ndalohet e lemu me i prek aty, me i trajtu, dal nga dale. E nuk shiko dhe shku ka pare. Se do dikush tjetër që ashtu, po thot, ka pare për bëjnë një farë transporti që atje peshe një thes, edhe tani për fitojnë një milion, edhe gjysë milioni, po përfundon keq. Kështu që harami mbetet haram. Edhe pse ty duket që po ta lehtëson jetën, po ta përmirëson gjendjen ekonomike, ta përkeqëson, ta vështirëson, po nuk jeti Jusufi a.s. Aso nëse jam Jusufi a.s. që mos më i pa femrat aty. Aty vinë të një fare vinë, e ti kia aty para vetes. E do të me i prek, e disa ndoshta do të me alo flëkt, e do të këto, do të ato, ku të dy, nuk lejohet një gjatë tillë. Si të veproj me pasurinë e gjetur në tokë, qofshin pare, ari, telefon ose diçka të ngjashme? Po, pasurinë nëse e gjen dhe je në një vend ku besimtarët musliman janë shumicë, atëherë e lajmëron në xhami. E lajmëron në xhami rastin, edhe tregon se u zgjet një telefon, por nuk e tregon markën, nuk e tregon firmën, edhe e lën aty të lajmëruar për një vit. Ke gjet një shumë të parë, e lajmëron xhami. O vëllezër besimtar, e kam gjet një shumë, kaq. Jo më shumë, jo kaq, po them kaq shumën, po e kam gjet një shumë të parë. Nuk e publikon tash, a janë tim, a janë trash, a janë pak, a janë shumë. Veç e kom gjetë një shumë, ati që kanë humbë, le të lajmërohet. Ai që qëllon shumën e sakt, i merr parë. Aja den, po, shaka pas të. Ari, kom gjetë diçka për arit. Kaq, nuk kiti nevojë me i kallëzu tash, a është zinxhiri fytit, a zinxhiri dorës, a o naza, apo kjo apo ajo. Dhe kjo duhet publikohet në xhami, ose prej imamit, ose prej atina që e gjen, edhe ky që e ka gjetë, një vit e mban. Një vit e mban atë pasurinë, pas një vitit ka mundësi ajo, jo me përvetësu tash, ky me shpëtu për veti, po me u shpenzu për interesat e besimtarve, për rastet sociale, për rastet që kanë smundje apo të ngjajshme, mirë po, herë do kur do me pas parasysh se ajo është pasuni e huaj, e jote nuk bëhet, nëse është shpenzue mas një vitit, i tregohet pronarit që është shpenzue në interes e muslimanëve, edhe inshallah Zoti ja pranon atina si lloj sadakaje.
Nëse nuk ka qenë musliman, inshallah bëhet se bë pa e pasuni, ndoshta për me udhëzu atë Allahu te bareke ve taala. Kemi telefonat të mërë në djerëzia. Alo, ndoni. Kemi telefonuesin ose telefonuesin në linje ende? Nuk kemi, po kemi telefonues. Alo, ndoni. Selam alaikum për Aleikum selam. Aleikum selam. Po, ndoni. Ishte një pyetje për hoqën. Po, vazhdo, ndoni. Nona tonë vjerra, sidomos për falën e ta, i faktë shumë mirë po falësh, po se s'po bën jetë, sinetën, parzin, namazin, unë ja i si ja spjegoj të është e kutë. E di shta nashta inshallah e një dhe e se të më të sjane e ta. A di një sharu pjartë, edhe një pyetje tjetër. Kam dëgju për dodove që është bidat një ngrit durt gjatë lutjeve, kur unë është më lutë të më ditën për shamë. A di pas do namazin një ngrit durt e më lutë është bidat. Unë është më lutë edhe mësë një ngrit durt heq. Kisha dashtë një pyetje, ja ku bërë dhe një dy hoqëllarve tjerë, e dishtë edhe një dimin e këti hoqë se shumë e ndëgjaj. E kam bërë dhe këtë studiot e jo. Që ka motrës është e ju në ushtre, edhe kur o feju, është martu tash, kur është feju, i ka thonë gure, a i ka 2 jeri motrën edhe 2 vlasni. 2 vlasni a janë dhamë në përshpijat veta. I ka thonë qikës që kur të vishtit e matë martuene, ti vlonë temë kur të vjerë me najtë, asë nuk i me po, asë me bol, asë ma pak edhe me bo hizmet. Se kena që ashtu të tradit, i ka thonë aty që të nas zbanë ashtu të me bo. E të qysh mu kanë herë të munduhet, i kanë thonë, është e kanë ka dhena, më në falë, për të sa bu është pjesë që asoj familje, kur jemi gjithë bashkë, nuk besoj që është me katë. Ne e dima që kunote është zjarë. Në rregull të... Vetëmi nuk va. A i ka thonë që është me shërion që kjo. Në rregull. Po, inshallah, tash e merë përgjigjit. Selam Aleikum selam. Aleikum selam. Amen. Sa i përket pyetjes së parë që bënë kjo motra, njeti për namaz. Për çdo namaz do të me pas njeti. Dhe nuk ka namaz pa njet. Për çdo namaz do të me bon njetin dhe nuk ka namaz pa njet. Se nëse s'ki njetin, nëse se ke bon njetin, ti çka po fal? Çka po fal? Veç Allahu Akbar pa njeta? Po njetin do të me pas ku? Në mendje. Njetin do të me pas në zemër. Nuk është pa tjetër, sikur dikush ngrihet në kam, vendosa në emër të Allahut me fal farzën e drekës, 4 rekate, u drejtoha për kible, ju drejtoha këti imami, Allahu Akbar. Jo, s'ka nevoj me goj. Po në mendjen tonë, në zemrën tonë me ka njeti, çka po fal? Drekën. Me ditë. Çka po fal? Sunetin para drekës. Çka po fal? Sunetin pas drekës. Pra, vendi njetit është kush? Mendja, është kush? Zemra. Këtu është njeti. E dikush që se bën jetë as me gojë, as me zemër, as si vesh Allah. Çka po falë Allah? Ti më me falë 4 rekate të drekës, më nësh 4 të kindis, 4 të jacis. Kështu që njeti gjithsesi, por jo me gojë, po me zemër. Vallat është disa 2 vjetër po dojnë me gojë, po le të bojnë. Në krizë kiameti. Amo qysh është rregulli, qysh është marrë dhe mirë, është njeti me zemër, me mendje. E para. E dyta, ngritja e durve gjatë duave. As do namaz. Po, nuk është patjetër, pas çdo namazi me ngrit durt. Po don me ngrit durt, ngriti durt, nuk nal askush. Pra je i lirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam herë ka ngrit, herë si ka ngrit kur ka bëu dua. Herë nganjëri ka ngrit durt, nganjëherë si ka ngrit fare. Dua bën edhe pa ngrit durt, po du me ngrit durt, ngriti durt. Sa i përket pyetjes së tretë, faleminderit që tregoj kjo motra që ja ka bëu 2 xhallarë, pas ka marrë përgjigjen, vazhdojmë pyetje tjera edhe kështu jemi në përmbyllje. Po, nuk e preferoj me u testu kështone. Kështu nuk e preferoj me në testu me thonën e kom bo pyetje filanit, tash pe marrëm edhe mendimin e këtij. Plus, nashta nuk i vjen kësaj motrës mirë. Kur të bëjsh pyetje, nuk ka nevojë ti më dhon mendimin tënd, se kërkosh po ta lypti mendimin, unë mendoj kështu, apo unë mendoj ashtu, derisa ti shkon në atë shtëpi ti je pjesa e familje, kush po të pyet më motër ty? Mos je ti që jap fatfa atë.
Ajo ne këtu po tutna me dhon fetfa, e leta është me dhon shikuesit, se është bo si trend që tashti, edhe kur po na bën pyetje edhe në telefon, hoxhun po ta bëj ty pyetjen, unë e di përgjigjen dhe mendoj që çështë po ti çapo na thu neve me bë. Po ti mos i pedim pyetjen, edhe po ta merr ty mendja, edhe ti po ja veti liri me dhon fetfa, atëherë pse me pyet hoxhën? Kjo motra knena po thot nuk pe shot arsyeshme, knena po të konate o zjarr, kështu që qëndro me përgjigjet aty në hoxhallarë që i ke marrë, edhe bëne një rregull, edhe ti edhe të tjerët, që kur të ndodhni diçka, edhe dën me pyet dikon e pyet atë hoxhën që e dëgjon, edhe e shef që nuk ta bën rrafsh, edhe e shef që është i sinqert, edhe mendon që ka dije, ka devotshmëri, edhe nuk ka nevojë pastaj të dytin e të tretin, se nuk i të marrë të diagnozën këto të mi ku më thon, çka po më thot ky për zemër. Ja tash po shkojte ky tjetri mendim, një po shkojte i treti. Shkon te një që është pej më të mirë në çat lëmi, edhe o krye muhabeti. Edhe për fetfa, nuk ka nevojë tash këtë emision në pyetje mua, sot një javë për shembull, unë nuk jam këtu në emision, kam qenë dikush tjetër, se unë jam në udhtim, edhe tash ta pyes njëjtën gjatë e këshirum, çish po thot ky, e të krahasojmë me Fadil Mostin çish ka thonë ai. E tanaj në emision tjetër të hoxha Shefçet, apo në emision tjetër të hoxha Enis, apo në emision tjetër të hoxha Ekrem, apo në emision tjetër të hoxha Filan. Çka po donti me botë? Merë përgjigjen për njëri të hoxhallarëve edhe vazhdo. Amo është kjo e pa tolerueshme, edhe shumë e rrezikshme me thonë, po ne mendoj kështu, mendoj ashtu. Pse ti po mendon mëra? Mos jeti të u pyet atë, mos jeti kompetent, mos ke kryer shkollë për këtë punë. Na u zbardhëm edhe që kjo është pjesa më e ndjeshme. Kjo pjesa do të thonë më e lodhshme pse që kjo pyetje përgjigje. Se bëva kia një përgjigje runë në zot gabimisht e fundos dikon, e devijan dikon. Andaj ju kësha lut juve që s'keni marrë këtë rrugë për me u shkollue edhe për mu përkatit, për me dhonë fetfa, runë, se fetfat janë të shtira dhe për neve, pasha Zotin e madh. Pasha Allahin e madh, çdo pyetje që më bëhet ato, jam kogja në siklet, nuk jam shumë komod. Edhe në momenti që ndjen akomod se kam gjendjen mirë. Pse? Se do më thonë tevesh një farforme për i nënçmon pyetësit, edhe një farforme fetfat për i bën veç hajtë shkele shka. Kështu që për këshillaj këtë motrën edhe të tjerët, keni kujdes. Nuk ka nevojë mi pyet 5-6 hoxhallar, 10 hoxhallar për një pyetje, edhe me i klasifiku kë e pat ma mirë, kë ke ma tolerant, kë ish ma liberal, kë ish ma demokrat, jo kë ish ma radikal, jo kë ish ma kështu. Ta ne më marti me ato. Kë e para. E dyta, mos jepni mendimin e juaj. Mos jepni mendimin se s'pe lyp kërkosh mendimin. Se kjo motra ja huqi komplet. E dha mendimin që bën çka ka të keqe. Kush po të vetë më në motor. Pse pe ngarkon vetën? La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon kërkon me ma tepër se sa që mund me bartaj. Andaj, secili i kemi ato përgjegjësitë e ndara, edhe i dhami përgjigjet secili në atë fushën ku jemi më të thirrur, më të përkatitur. Për mjekësi e pyet mjekun, për ekonomi e pyet ekonomistin, për jurisprudencë e pyet juristin, për çka? Për pilotim e pyet pilotin, ndërsa për çështjet e fesë e pyet hoxhën, që dëgjon edhe i beson, edhe krejt është në rregull. Nuk është patjetër unë me çon ai hoxh, ka edhe 10 të tjerë, amo pastaj jo tash valla ky ma tha që shtu pe këshyri një tjetër. Sikur njëri e pike dohanin, këto në kryeqytet, edhe kur se harrojnë ashta, ka kjo punë ashta 10 vite, tha 23-4 hoxhallar tha i kom pyet. A bën me pi dohanin? Krejtë më ka thonë jo, vesh një më ka thonë po. E tha shti çka bone? Çfarë e morë? Tha çam që më tha po, tha ai që më tha po, e mora përgjigjen tina. Thash ti si e kon interesuar hiç për me ditë a është dohoni i mira i keq, a është i lejum i ndalum, ti e kon interesu me gjetni hoxh, ne imam që të ty pije edhe kry muhabetit. Ti e je të pasu jo hakun, po je të pasu epshin. Epshin po ta dën dohonin edhe e pasan. Kështu nuk shkon. 20 e sa i kom pyet. Të tallet me dispozitet. 20 joja më pa dëbishme se një po. Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft edhe me kuptu të vërtetën dhe me pasu atë, Allahu na mundsoft. Amen. 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 Hoxha, Allah shpëleft.
Amin, Allah i shpërblift edhe juve edhe të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që deri në këto momente ishin me neve. Allahu ju ruajt, Allahu ju nderoft dhe me të mirat e tij në të dy botët Allahu ju begatoft. Amen. Udhëtimet tuaja qofshin të lehta, të mbara, sukses inshallah. Jemi pjesë e rrugtimit tonë. Prapë të ato lutjet me qef, po edhe ka të kthehesh për gurbetit çokoladë mas harma më na pru. Ne takojmë sot një javë, pa hoxhën e nderuar, po kemi edhe kolekte tjerë të dashur nderuar, po ashtu xhallar, ju qëndroni me ne me emisionin tonë drejt për drejt pjesën e parë, pjesën e dytë pyetje përgjigje. Ne mirë takoheshim sot një javë, inshallah, deri atëherë selamun aleikum dhe mirëmbëjtje.